Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Laerti flet për lidhjen e tij me transgjenoren. Një nga deklaratat më të pavënda pas Bigut ishte ajo e Amberit pasi doli nga shtëpia se Laerti kishte pasur një lidhje me një shoqe të saj transgjenore. Ai shprehet: "Kjo është goca që ka qenë Laerti i lidhur 1 vit e gjysmë në Greqi." Pra këtë gjë ka thënë Amberi. Ajo është transgjenore e famshme në Greqi dhe pavarësisht që e ka thënë që ishte mision, historia është e vërtetë. Shkroja së kohë Amberi. Megjithatë, dje Amber e bëri lëmsh zbulimin e saj investigativ duke thënë një herë që nuk ishte vajza në foto personi me të cilin Laerti ishte marrë, por gjithsesi ajo kishte të konfirmuar se ai kishte pasur lidhje me një transgjenore në Greqi. Kthehemi pas në Big dhe kujtojmë që kjo rrëmuj nga Amberi erdhi pasi Laertit ishte dhënë misioni i 2 të vërtetave dhe 1 gënjeshtër për të cilën Laerti më pas shpjegoi se gënjeshtra kishte qenë lidhja me një transgjenore. Laerti sqaroi një herë e mirë: "E kam treguar këtë histori që është e vërtetë. Një çum balerin bënte hijen e personazhit tim derisa vritesha. Pas shumë vitesh në një parti të kam thënë, më afrohet një vajzë shumë e bukur, bionde, vjen drejt dhe më thot në vesh, nuk më mban mend?" S'po e them emrin dhe unë aty kuptoj që ishte ai që bënte personazhin tim. I pyetur sërish nga Amberi nëse i vinte turp të pranonte lidhjen me një transgjenore, rasti konkret me të cilën sipas Amberit kishte bërë shumë bujë në Greqi, Laerti u përgjigj: "Për mua turp, unë kam pranuar që kam bërë gjithçka dhe nuk kam turp nga asgjë. Historia që e njoh ka qenë e vërtetë, por jo që kam qenë i lidhur me të." Shprehet Laerti.